Po ndërkohë dhe prindit, po bëj tani avokatën e tyre në një botë e cila të detyron në një shoqëri jo vetëm në Shqipëri, po edhe më gjërë, minimalisht të bësh 2 punë, gjim të duhet të zgjohesh në orën 6, ndoshta përfundon duke arritur në shtëpi në mbrëmje ku edhe prindi është një qenie njerëzore, duhet të përballojë peshën ekonomike, duhet të ketë sfidat e tij, të moshave të ndryshme që kanë sfidat e tyre, është familja, të duhet të jesh suportuese ndaj prindërve dhe dita aq është 12 orë. Domethënë si mund të balancojmë dhe mund të kemi mundësinë për t'i dëgjuar dhe për qenë pranë tyre, po ndërkohë të plotësosh edhe të gjithë ato që bota e konsumerizmit po na detyron çdo ditë më shumë të kemi më pak kohë dhe të rendim më shumë drejt parave. Do të recitoj 4 faqe të një poezie austriake, është shkputi nga një poezi për çështjen e kohës, që ta kuptoj. E thot: kohën mos a akuzoni, kush e shan vetveten shan, me një letër krejt të bardhë, të pashkruar koha ngjan. Letra është e panjollosur, shkrimi jeni ju mbi të. Nëse shkrimi s'është i bukur, çfarë ka letra për këtë? Asnjë nuk mund të akuzoj, domethënë kohën që s'kam kohë. Unë e kuptoj. Gjithë mund ta gjejmë justifikimin për këtë, edhe ke të drejtë për shkak që ka njerëz cilët janë në rendjen e gjetjes punës për të mbajtur fëmijët e tyre, për shkak se domethënë jeta është e tillë kaq, domethënë në rend shumë të madh. Por ç'na duhet që t'i garantojmë një veshje të shkëlqyer, makinë, shtëpi, telefon të mirë, dhe nuk e kemi folur se si mund të bëhet njëri. Dhe kjo vlen edhe për shkollë. Ç'na duan ata prindër që kur shkojnë në shkollë dhe pyesin vetëm për notën dhe nuk e pyesin a di të ketë miq ky fëmia im? A është njëri ky fëmia im? A di të mbroj shokut ky fëmia im? Dhe pyesin gjithnjë më pak, ne nuk i mbrojmë mësuesit, ata interesohen gjithnjë më pak. Po ç'na duan me gjithë jetën nëse në fund fare nuk kanë njerëz. Pra, ne duhet të shqetësohemi pikërisht për këtë lloj raporti. Se e di pse problemi, nëse nuk shqetësohemi sot për fëmijët, nesër do kemi një qytet më të papërgjegjshëm. Nesër do kemi një vend më të papërgjegjshëm. Fëmijët janë shpirti i këtij qyteti, fëmijët janë shpirti i këtij vendi. E kemi detyrim që disa herë mund ta përsërisim këtë gjë që me to të merremi shumë, sepse nëse kujdesemi sot, nesër do kemi një qytet më shpirtëror, me njerëz që do të kujdesen për gjërat të cilat kanë nevojë gjyshrit, kanë nevojë prindrit, por nëse nuk u themi, nëse nuk i mbjellim sot, çfarë do korrim nesër? Nëse i mbjell vetëm celulari, çfarë do korrim nesër? Nëse nuk kemi ne askund, kemi parasysh që jashtë, domethënë janë në vështirësi shumë të madhe nga raporti i nxitimit për etjes për të bërë i pasur, jo për të bërë i ditur. Nga një bullizëm i theksuar gjithë, nga seksualizmi i thellë, thash, i gjithë gjërave të shoqërisë, domethënë janë kaq të rrezikuar nga të gjitha anët sa ne më parë se t'i fajsojmë duhet t'i kuptojmë.